Kush e ka bërë këtë video? Kush e ka bërë këtë video? Kush e postoi video? Ozan, çfarë po bën? Ti vete ke postuar këtë? Mos ja fut kod bërqim, pse do ta postoj unë? Ato nuk e di, por po thyen rekord me pëlqim, Ozan. Ozan, mos u lodh që ta fshish atë video. Është për hapur tash më shumë. Të gjithë po e shpërndajnë. Asla të betojmë që unë... Asla! Ka që ishte? Iku, Filxhani, iku. Ai e shkreta grua, ka të drejtë edhe kjo. Sigurisht që u trondit kur e pa vajzën e saj ashtu. Zonja Hedie? Zonja Hedie? A jeni mirë? Asla. Vajza juaj mu habiti edhe mua. Njeriu duhet të mendoj pak për të ardhmen e vet. Të mendoj çfarë do të thot njerëzit. Sibel. Çfarë ka? Apo gënjej unë? Dukej si një vajzë shumë e edukuar, por që në ka e shpejt ajo si duket. Sibel, mjaft, të lutem. Po a them unë për të mirën tuaj, më besoni. Merrni vajzën dhe kthehuni në Izmir. Një vajzë që ngatërohet me gjëra të tilla që në fillim të shkollës nuk është mirë. Mirë. Punoni për pak para që ta shkolloni, por si duket po ju shkon dëm gjithmundit. Zonja Sibel, mjaft, tani silluni me edukat. Unë të sillem me edukat? Shiko vajzën tënde ti një herë. Zonja Hedie. Turp të qoftë ty, si po flet kështu, gruaja tashmë është shkatruar. Unë vetëm po e them të vërtetën. Shpirtë dhe ti, le të bëj çfarë të doja jo. Filxhani im, u thye, Filxhani im. Sibel! Sibel! E çfarë? Me kë po flete i lyll me kë? Nëna, telefonova shefin që ti tregoja se po shkoj në fshat. E pse po zemëruash ti kështu? Hajde të shohim. Telefonatat e fundit? Nën, mos fal kot, të lutem. Aga, çfarë ka? Ka ndonjë problem? Vllai i Lyli telefonoi. E pyeta ku është, por ajo ma mbylli. E ndali pa kthyer përgjigje. O zot. Ti telefonoi prapë si thua. Nuk telefonoi nga numri i saj. Përdore telefonin dikujt tjetër. Përbesa aga, nuk e di. Ndoshta i kanë ardhur prindrit. Por ndryshe pse do ta mbyllte? Diçka nuk shkon, është qartë. Shiko, telefonon prapë. Nën, shiko, erdhi furgoni. Mbyllë tani telefonin. E mbylli. Më dëgjoj, Lyl. E dëgjove se çfarë të tha baba yt. Nuk ka telefon, nuk do të flasësh me atë djalë. Shiko, nëse vazhdon përsëri kështu, të betohem se do të lëndoj ty. Nën, po them që e telefonova shefin. Ec. Alo, Usta Jashar, çfarë bëre? E gjetë shtëpinë e Jazit? përbes pa adresë të saktë është e vështirë. A pyete dikën tjetër? Pyeta një ose dy shok, por askush nuk ja di adresën e saktë. Thanë që është diku te fusha e futbollit pas lagjes suaj, por nuk jam i sigurt. Mirë, e di atë vend. Faleminderit shumë, miru pafshim. Të flasim ballë për ballë, zotër Jaz. Asla, prit. Asla, mund të ndërrosh pak? Lëshëm dorën. Asla, të lutem, prit vetëm një minutë.
Të thash më lësho. Asla prit të lutem. A nuk të thash të mos zitojmë në ty? Të thash të presim pak dirsa gjërat të qetësohen. Po ti çfarë bëre? E publikove atë video të neveritshme. Asla të betojmë që unë nuk e publikova atë video. Po thoshe që kishe një plan. A ky ishte plani? Të tregoj të gjithëve që ne u puthëm, apo jo? Jo. Doja të flisja me nënën tënde. Doja t'i tregoja sa shumë të respektoj. Kjo ishte që kisha në mendje. Do shta atëherë... E pash respektin tënd. Faleminderit. Asla prit një sekundë, lutem. Të thash më lëshon ty. Dhe mos më dil më kur për para syve, a më kuptove? Kur? Unë do të gjej kush e ka bërë këtë. Do ta shosh. Po të kisha ditur që videoja që bëra do shikoj ka që shumë do fusja dhe reklamën në mes. Shikoj e pak të gjithë po flasin për Aslën dhe Ozanin. Si pas meje, bomba e ditës ishte shuplaka që Asli dha Ozanit. Pikrisht. Tani pas 2 minutash do ta shpërndajnë edhe atë. Ai, Berqin, më erdhi keq edhe për Ozanin. Për shkak të Aslit edhe ai u turprua. S'ka gjë zemër, s'ka gjë. Do bëjmë gjithë shka që të arrim fitoren ne. Gjithë shka do bëjmë. Ta largoj Aslën nga Ozanin, pastaj unë di si ta ngushtoj Ozanin. Po Asli tani do t'i shpërthej ndjekësit. Pa di falë nesh u bë e famshme. Jo, moj vaj, kësaj nuk i themi u bë e famshme, kësaj i themi idoli nami. Kush e ka bërë këtë? Të gjithë më dëgjoni këtu. Unë do ta gjej kush e ka bërë këtë. Dhe kam për ta bërë që ta paguaj këtë. Kush e publikoi atë video nuk do më shpëtoj. Jo, e dini se kush e ka bërë? Jo, Ozan, u publikua nga llogaria jote, nga ta dim, ne? Berqin, është e qartë që dikush ka hyrë në llogarinë time. Ju pyeta a dini gjë apo jo? Jo, zemër, nga ta dim, ne? Unë do ta gjej kush e ka bërë. Dhe ka për ta paguar shumë shtrenjtë që luajti me krenarinë e një vajze të re. Këtë le ta din të gjithë. Vajze Reqenka, e pam krenarin tënde. Ka që ishte? Aslı? Ullu. Ullu. Jam pak e mërzitur, profesor. E di. E pash video. Edhe ju e pat. Në rregull. Në rregull. Mere. Asla. Pas 2 ditësh të gjitha këto do harohen, jam i sigurt. Ma beso pra. Do u bëjnë foto ushqimeve pra. Do shohin video me koktele dhe gjithçka do të zhduket, ma beso. Si ja vlen të mërzitesh. E gjithë po ma bëjnë me gisht, profesor. Po qeshen me zvete. Kush e di se çfarë po flasin pas shpinës time? Ky është problemi i tyre. Nuk është yti. Hajde ngriu, të shkojmë në zyrën time. Mos rri këtu. Ozan, hape telefonin, bira, hape. Ai, Zhylide, mos i telefono vazhdimisht Ozanit, kot po lodhesh. Nuk e kupton, Sibel. Djalim nuk do të bënte kur diçka të tillë, është e pamundur. Ka diçka pas kësaj pune. Po, ka si duket.
Aslë. Mendoj se gjithçka vjen prej asaj vajze. Sigurisht e gjeti djalin e pasur dhe tani I hyri në mendje. Sibel, mjaft. Ndalë së fajsuari njerëzit e panjohur. Pa I njohur, thua. Unë I njoh shumë mirë këta njerëz. Fillimisht afrohen, e pastaj do të hiqen si të ndershëm. Qëllimi I asaj vajze është edhe shumë I qartë, unë e di. Do ta bëj që Ozanin ta don atë. Do ta bëj për vete, një martesë dhe kaq, I shpëtoj jeta. Madje të them unë ty diçka. Edhe miqësia me Berqinin nuk është një rastësi. Po, afrohet me vajzën time për të arritur tek Ozani. Edhe ama po e bën sikur po vuan këtu, unë e di këtë. Sibel, mos u zemroti, po flet pa kuptim. Me siguri sa po doli nga dera është hedhur përpjet nga gëzimi që po vjen një dhëndrim. Mjaft! Unë po iki. Ti as vet nuk e dëgjon se çfarë po thua. Po sa mi rinim ne këtu? Aj. Fëmija mund t'ju pyes diçka, po kërkoj vajzën time Aslën. E njihni Aslën? Studion në fakultetin juridik. Aslë, nuk e njohim, por nëse doni mund të pyesim te zyra e studentit. Prisni, po ju tregoj fotografinë e saj. Ndoshta ashtu do e njihni. Ha, kjo vajzë. Ajo e videos. Herën e fundit e pash duke hyrë në ndërtesën administrative bashkë me profesor Tarëkën. Ajo ndërtesa atje mbrapa është. Aslë, s'ke bërë asgjë të gabuar. Nuk ka sjellje të pahishme, as në ndonjë faj. Nuk ka gjë më normale se sa dy njerëz të rritur që duhen me njëri tjetrin. A e kam gabim? Atë video e pan të gjithë, profesor. A I ke parë se çfarë komendesh po shkruajnë? Çfarë fyerjesh, çfarë fjalësh të shpifura? Nëse I shenën a ime do shkatërrohet. Mos u shqetëso. Pas 1 ose 2 ditësh do të mbyllet kjo. Nën? Ec, po shkojmë në shtëpi. Nën, pret çfarë po bën, krau? Të thash po shkojmë, ec. Hedie. Zonja Hedie, qetësohu, lutem, nuk është siç mendon. Të thash ec, po shkojmë në shtëpi. Hajde. Nën, të lutem. Ju mos ndërhyni në këtë punë, mos guxoni. Nën, të lutem, ndalo. Pelin ushqja ime. E di si ndjesh I lehtësuar pasi mbaron një punë, ndjehesh I qetësuar? Sipas meje, lufta ka mbaruar, fitoria është arritur, sikur historia e Aslët u mbyll, u përfundua. Pikërisht aty jam tani. Jam në majë. Vetëm se Berqin? Nëse Ozani e merr vesh vërtetën piske kemi punën. Pelin fol pak me zemër të lartë që të dëgjojnë të gjithë. E mirë, më fal. Teknikisht është e pamundur. Sepse Ozani e publikoi nga llogaria e vet. Vajza, vraponi, jashtë ka spektakël ka ardhur nëna e vajzës që u pu dhe po e tërheq zëvar vajzën e saj. Berqin! Bi, sot është një ditë shumë e bukur, ngrihu, ka fest, ngrihu. Nën, të lutem, po të ruprohemi para të gjithëve, nën. Ti na turprove para të gjithëve. Shiko, të gjithë e pan atë çfarë ke bër. Ec. Zonja Hedie, prisni pak, të flasim pak. Të thash mos ndërhymë. Mjaft. Asla? Nën, jam me lëshodorën, jam duke ardhur pra. Shiko të gjithë po na shohin neve. Të lutem mos e bëj këtë. Më thua se të intereson çfarë mendojnë të tjerët. Në shtëpi do flasim bashkë. Nën, ndalo. Shiko, nuk kam bërë asgjë të keqe unë. Të lutem më dëgjo, vetëm më dëgjo. Të lutem. Duhet ta përjetojmë këtë pamje. Ozani po shikon, mos e xhiro. Ec, do flasim në shtëpi. Zonja Hedie, të lutem qetësohu. Të flasim Si të qetësohem, u turpruam para të gjithëve.
Zonja Hedie, nuk është siç mendon. Mjaftë më, ju lutem. E casllë. Në shpirt të lutem. Në ndalo të lutem. Po të përgjërohem ndalo nën. Më thuaj nën. Ozan, hajde me njëherë në shtëpi, me njëherë. Ago, po shkoj t'i hedh pak benzin makinës. Nëse ndodh diçka, më telefono. Në rregull. Hajde miru pafshim. Djalosh! Prit pak këtu. Hajde, Bili. Hajde. Hajde, Bili. Hajde. Lul, më dëgjo mua. Në pranitë të tezës mos fol përse kemi ardhur këtu. Mos thuaj që babai të dënoi dhe erdhem për këtë arsye këtu. Gjithsesi gruaja me zimbahet, mos e mërzit më shumë ata. Mirë pra nën. Lul, ec. Teze? Nuran, mirë se erdhët. Mirë se të gjeta. Sa më kishte marrë malli, o zemër. Oj, sa qenë ka rritur. Zoti të ruaj ty, shpirtim. Ajde ti marrë unë çantat. Mirë pra nën. Mirë se erdhët Nuran, shpresoj të mos ktheheni më njerë. Më kishte marrë shumë malli. Rini pak sa jeni këtu. Jo, mos u shqetëso teze. Këtu jemi ne. Do të rrim për gjatë kohë, mos u shqetëso ti as pak. Më kishte marrë malli shumë për ju. Nuran, zemër, sa mirë që erdhët. hajde. Xhaxha Jashar, nuk e di si e mendove ti. Po ne të dy nuk kemi bërë asgjë të gabuar. Madje as do të bënim. Unë dhe Luli. Dëgjoj djalosh. Unë I besoj asaj që shoh, jo fjalëve. Unë kur të pash ty duke u përqafuar me Lulin, më vloj gjaku. Nuk ke pse zemroheni, vërtet. Mos më ndërprit. Dëgjoj, nuk e di kush je ti, apo çfarë prindër ke. Por ne jemi familje e ndershme në rrethin. Edhe Luli është ashtu. Ajo është fëmia imi vetëm. Nuk lejoj që asaj askush t'i bëj keq. Çfarë dëmi Xhaxha Jashar, nuk e kuptoj. Dëgjoj mirë. Hapi veshët mirë dhe dëgjoj. Luli nuk është si vajzat që njeh ti. Nuk do ta shohësh më. Edhe nëse do, nuk do të mundesh as pak. As ti të mos lëndohesh, as ne. E kuptove? A e kuptove? Shpresoj që ta kesh kuptuar. Mirë mbeq. Disa studentë që u larguan për shkak të alarmit të zjarrit u lënduan lehtë. Tani janë shumë mirë. Ne të gjitha masat I kemi ndërmarrë. Mirë. Ashtu, dërgojnë familjeve Lule në emër të universitete se do në hapin të lashëm andaj neve. Po, zotri. Edhe? Alarmin kush e aktivizoi? E zbuluat? E zbuluam, zotri. Ishte Ozani, djali juaj. Ai e ka bërë. Ozani thua. Për çfarë arsye? Punë vajzash, zotri. Ka një video në internet. I gjithë kampusi po flet për ta. Mirë, ma trego pak, kam dëshirë të shoh. Mirë, në rregull, mund të shkosh tani. Sigurisht.
shumë mirë. Ozan. Tani po mu vije vetë në dorën time. Shumë mirë. Si mund të ta bëje këtë Aslı? A kështu të kam rritur unë vajzë? As ke fare respekt për veten. Nëse nuk ke për veten të paktën për mua dhe për dajën tënd, a kupton? Çfarë problemi ke? Unë nuk isha në djeni, balma. Nuk e dije. Më shiko mua. A e bërje I pa e ditur ti? Fshehu razi. Do e pyes unë atë, I morali, I pa edukati. Nën, të lutem ndalo. E di unë se çfarë do bëj. Ti do të qëndrosh këtu, nuk del më jashtë. Nën, të lutem. Nën, hape derën. Të lutem mos bëj kështu. Nën, hape derën, mos bëj kështu. Nën, hape derën. Nën, hape. Nën, dohej ta shihje. Shiko çfarë turpi. Nëna e Aslët e mori në mes të shkollës dhe e tërhoqi zvarr në shkollë. Të gjithë po e përgojojnë. E kjo ishte qershia mbi tort. Përveç nëna ime. Shumë mirë. Le ta kuptoj njëra ata katundarët se çdo të thotë të dalin kundër vajzës sime. Asaj do të vizor të shkelmë në atë shkollë. Por ta kishe parë nënën e saj, vetëm Aslı thoshte. Sikur kishte luajtur menç. Unë e di. Edhe nëna jote nuk ka ndetur duar krysh, mos u shqetëso. Berçin. Jam shumë krenare me ty. Tani nuk e di nëse Emma do ta çoj Aslën në Izmir apo do ta mbyll në shtëpi. Aty nuk e di unë. Nën, hajde të shkojmë te tita Zhylide, vazhdimin do ta marrim vesh atje. Hajde të shkojmë. Zonja Zhylide, hapeni derën! Çfarë njerëz jeni ju? A nuk I keni dhënë fare edukat djalit tuaj? Çfarë deshe nga vajza ime e shkret? Pse ma turpruat fëmijën? Zonja Hedie, ju lutem, qetësohuni një herë, e jani brenda dhe të bisedojmë qetësisht. Kush e bën një poshtërsi të tillë? Kush bën një gjë kaq të ndyrë? Kush e bën? E dini se çfarë kam vuajtur që të shkoj në shkollë ajo vajzë? E kam çuar në shkollë që djali juaj të luaj me ta të hedh video në internet dhe ta turproj? A për këtë? Rregull, më besoni, jam po aq I rënditur sa ju. Ozani nuk do ta bënte kurrë një gjë të tillë. Zonja Zhylide, doni të mohoni atë që e kemi parë me sy tan? Nuk po e mohoj. Po them vetëm se këtë nuk do ta bënte Ozani. Nuk më interesojnë arsyet. Çfarë do të bëj tani vajza ime? Si do të dalë ajo mes njerëzve? Po vajza ime si do dalë mes njerëzve? Ne nuk jemi si ju. Kjo ju mungonte. Vajza ime është e pafajshme. Merë edhe kthej andej nga e solle. Le të rinë. Por që kur djali juaj hyrë në jetën e saj, ajo nuk ka parë më dritë të bardhë. Zonja Hedie, ju lutem, mund të qetësoheni pak. Ai rruga që çuani djalë nuk do t'i afrohet më vajzës time. Le të gjej vajza tjera, le të bjerë në qafë të tjerave. Ju lutem, më besoni mua. Ozani nuk është një djalë që do të bënte diçka të tillë. Asla nuk ka asnjë faj. Ju lutem mos e lëndoni më. Çfarë deshe nga vajza ime ti? Kujdes. Mund të bërtisni dhe të shani deri në mëngjes nëse doni. E kuptoj zemrimin tuaj, por nuk të lejoj ta prekni djalin tim. Tani ju lutem largoni nga këtu. Nuk do t'i afrohesh më kurrë vajzës time. Kurrë. Si një nën, ajo kishte të drejtë të qëllonte shuplak. Por nuk do ta lejoja ta bënte para syve të mi. Tani hyr brenda, do të flasim për atë video. Zonja Hedie! Ju qenë keni vërtet rehat, po dukeni ashtu. Në vendin tuaj dikush tjetër do të kishte mbledhur plaçkat e do të ishte larguar me kohë. Vetëm ju e keni këtë qetësi, askush tjetër. Sibel! Unë po shkoj në shtëpi, kam shumë punë. Çfarë po thua ti? Çfarë janë këto fjalë? Çfarë problemi ke?
Çfarë do nga ajo grua? I gjithmonë mbron gratë e lagjeve të varfëra. Kurse gruan tënde nuk e mbron asnjëherë tari. Në vend që të kërkosh falje, vazhdon e kundërshton mjaft ma. Çfarë ka, Nuran? Jashar, të mora të them se arritëm ne. Çfarë ka ndodhur? Çfarë të ketë? Shkova te avokati dhe pash ish shefin tim. Më kujtua ajo ditë e mallkuar. Të them të drejtën më ra shumë rënd. Pra avokati të ka thirrur për çështjen. Mirë pra, mbase është përmirësuar ndoshta. Mos u mërzit, Jashar. Me ndihmën e Zotit gjithçka do të shkojë mirë. Shpresoj, Nuran. Uroj ta marrim sa më shpejt atë dëm shpërblim. Sidoqoftë, po e mbyll tani. Flasim në mbrëmje. Nën, të lutem, eja vetëm të flasim gjatësisht. Shiko, të betohem që nuk kam faj. Nëse më dëgjon ti, e di që do të më japësh dhe drejt, e di, të lutem. Mblidhi gjërat. Po kthehemi në Izmir. Nën, të lutem më thuaj më rëzira. Do të dëgjoj as edhe një fjalë. Bëj siç thash. Nën, të lutem, nën. A je i dashuruar ti? Si the? Çfarë nuk kuptove, moj bi? Ri e humbur në mendime, i shikon muret. Erdhën. Kush duhet të vinte? Ai nga zemra ime. Mirë se ju gjeta. Hipëm në autobusin që vinte pas jush dhe erdhëm me njëherë. I thash edhe Korajtun, hajde të mbërim para se të erësohet njëherë. E bët shumë mirë. Përshëndetje, Elil. Si je? Qka janë këto sjellje, Nuran? Erdhëm për të mire, na e pritet kështu. Mos fol kot, Razje. Vajza është mërzitur këtu, prandaj po sillet kështu. Hajde Brenda, po ju bëj një çaj unë juve. Hyre dhe ti bir, hajde. Si jeti, teta Nazife? Pse erdhën këta njerëz të padurueshëm tani? Dreqi e marë. Nën, çfarë kërkojnë këta njerëz këtu më thuaj? Dëgjoj këtu. Mos fol shumë ti. Hyr Brenda dhe vëre çajin. Hajde. Merre edhe tezën me vete. Tani, vëlla, më thuaj emrin e fshatit, lutem. Të thash që nuk mund ta them. Nëse je kurioz, pyeti prindërit e saj. Kam ardhur dhe kam luajtur sa e sa herë këtu. Edhe ti e di që nuk bëj dëm unë. Shiko, thua më emrin e fshatit, nuk do i them askujt që më the. Atëherë vajzës së asaj gruaje i ndodhi një fatkeqësi. Ajo është nën, edhe ti e nën. Në vend që ta mbështesësh, i thua fjalë që nuk thuhen. Gruaja e shkret. Përveç Sibelit, të gjitha gratë që kanë të shkreta. Mos e shtrembro muhabetin. Çfarë ke me këta njerëz, më thuaj? Nuk dua as atë gruaj as vajzën e saj. Në rregull, a e mori përgjigjen tani? Pse, Sibel? Çfarë të kanë bërë këta njerëz, më thuaj? Ajo grua punon si pastruese për një copë buk. Vajza ka vetëm një ëndër të shkollohet. Po, e pam. E pam shumë mirë në video çfarë synimesh kishte. Mos u bëje lik, Sibel. Çfarë do të thuash? Le ta marr vajzën e saj, le të kthehet në lagjën nga erdhi. Ne nuk do ta ulim nivelin e këtij vendi për atë. Ashtu thua? Atëherë po të them unë diçka. Sa të jem unë në atë universitet, asllë do të vazhdoj shkollën aty. Askund s'do largohet prej aty. Po ty ç'të duhet kjo?
Je ama apo jati? Ma thuaj ti këtë gjë. Jem profesori i saj. O, zot! Nën të lutem mos e bëj. Shiko, po ma shkatron të ardhmen kur nuk kam asnjë faj. Nën të lutem mos. Dua ta vazhdoj shkollën. Nën, a je duke më dëgjuar? Mblidh valixhen, shpejt. Nën të lutem mos e bëj. Unë nuk dua të iki nga këtu. Atëherë nuk duhet të më gënjej Asllë. Nuk duhet të më turproje para njerëzve. Duhet të ulesh e të mësoje. Na lini të qetë. Kemi kaluar një ditë mjaft të keqe. Ju lutem. Zonja Hedie. Ju lutem. Nën, nuk e kam publikuar unë ato video në llogarinë time. Nuk e nevojë të ma thuash. E besoj atë unë. Ti nuk je një djalë që bën gjëra të tilla. Por të paktën duhet të ishe më i kujdesshëm. Nuk ishte mirë që gjithçka ndodhi kaq hapur. Në atë moment bëra atë që ndjeva. Nuk e di kush e regjistroi videon dhe kush e hodhi. As vetë nuk e kuptoj. Bir, kushdo që e bëri këtë, nuk e bëri as pak për shaka, e bëri për armiqësi. E kush po përpiqet të të lëndoj ty, për kush? Unë nuk e di. Por do ta zbuloj dhe do ta bëj shumë shpejt të përgjigjej për këtë. Erdha që të mos mërzitesh e vetëm. Nuk po mërzitesh edhe ashtu. Do të doje të jetoj në një vend si ky. Me pemë, lule, insekte, pra një burr i tri dhe fëmijët që luajnë për rreth duke qeshur. Nuk mjafton të duash, vëlla. S'pari duhet të gjesh burrin e duhur. Si që thomë, t'jeti përshtatshëm për moshën dhe karakterin, apo jo? E Lil, mosha nuk ka rëndësi. Mjafton të jetë njeri i mirë. Jo pra, unë dua dikë kokëfort si vetja, të zjemi gjithë ditën e gjithë natën. Për ndryshe nuk kalon jeta. Dukesh e turshme dhe e qetë. Por si duket, pas ke mendje shumë të prejktë. Ngjajmë shumë ne të dy, ha? Po, ashtu është. Si do qoftë. Unë po shkoj t'i ndihmoj nënës me gatimin. Pse babai po shkon të flas me atë grua? Ç'pun ka ai me shkollimin e Aslës? Sa po sheh njerëz të parë vrapon ti mbron ato. Nuk ri dot pa e bër. O zotim. Do të flas me nënën e Aslës që ta bin të mos largohet, apo jo? Ashtu, ë? Nën. Çfarë? Po sikur t'ia dal? Për çfarë? Po sikur ta bin nënën e Aslës? Po sikur t'i ndaloj të largohen ata? Mos vallë gjithmonë dy do shkoj dëm? Puh. Mos e thuaj as për ters këtë. Nuk ka për të ndodhur kjo. Ajo grua ignorante nuk bindet nga fjalët e babait tënd. Nuk e di se i kishte humbur fare? Jo. Nuk do të qëndroj këtu ajo. Do të largohet, mos u shqetëso. Zonja Hedie. Mendoni pak sa vuajt që keni kaluar derisa e regjistruat Aslën në shkollë. Sa shumë vështërsi i përballuat. Të gjitha për fajta ati rrugaqit Ozanit.
Sipas meje, mos e sakrifikoni vajzën tuaj për një zemërim të çastit. Aslı është studentja ime më e mirë, edhe notat tjera i ka të mira. Mos ja shkatroni jetën vajzës për një puthje të pafajshme. Puthje për qafime? Si pas moralit të këtij vendi, mund të jetë e pafajshme. Por si pas meje, jo. Përveç kësaj, një puthje e pafajshme mund të sjellë edhe gjëra të tjera. Apo jo? Zemërthyerje, në vetmi, dëshpërim, pa shpëtim. Edhe ju mos e harroni këtë, zoti Tarëk. Hedje, mos e bëj këtë. Mos e shkatroj jetën vajzës. Jetën e vajzës time? Të vajzës time? Po ti kush je? Ha? Kush të jep të drejtën të marrësh vendime ty? Jam profesor i saj dhe nuk do ta lejoj që studentja ime e preferuar të bëhet viktimë e zemërimit. Nuk do ta humbas për shkak të një gabimi të marrë të Ozanit. Kuptoje këtë gjë. Dhjetë e 52, 25 megabajt. Kjo video është ngarkuar nga shkolla jonë, nga laboratori i kompjuter. Të paktën tani kam një provë. Nuk e di kush e ngarkoi, por atë kam për ta gjetur. Çfarë ka? Çfarë do ti? Ka ndodhur diçka shumë e rëndësishme. Nuk më intereson. Dëgjoj, e vetmja gjë që dua nga ti është të mos më dalësh më përpara, kaq. Asla, mos e mbyll. Më dëgjoj. Mund ta provoj që nuk jam unë ai që ngarkoi video. Nuk e di kush e bëri, por nuk i shoh. Kam prova. Mirë, të uroj fat me provat e tua, po e mbyll. Jo. Nuk mund të rihet të shoh duke vuajtur për shkak të një gënjeshtre. Paktën ajo të ka të drejtë dhe ta di të vërtetën. Unë po vi, do të flas me të. Mos fol me rrëzira. Shiko, nëna është tashmë e shkatruar. Mos të merret edhe me marrëzitë e tua. Nuk janë marrëzi. Kur të vi do ta kuptosh. Do t'i prishësh përsëri të gjitha. Të lumtë. Ti largohu për çdo rast. Mos të çojë i Lyli. Unë do e kërkoj. Ja, aga, si do të lë vetëm në mes të këtij mali? As adres nuk kemi, si do ta gjesh? Duket si vend i vogël. Do t'ja dal disi si duket. Mirë atëherë. Të uroj shumë fat. Faleminderit. Shihemi. Sheqer, qep, kafe, buk. Ku ishte ky dyqani pra? Çfarë ke përsëri valla Koraj? Jas? Përshëndetje, Lul. Profesor? Nëse je profesor, atëherë duhet kujdesesh për nxënësit e tu. Ku
ishe ti kur po ndodh te ky turp? E ndeje duke quajtur turp, Hedie po e tepron. Po reagon tepër, sikur s'të mjafton dëmi që po i bën vetes, po dëmton edhe vajzën tënde. Po ndoshta po e dëmtoj. Ke ndonjë kundërshtim? Ndoshta nuk dua që edhe ajo të përjetoj turpin që kam përjetuar unë. S'kam të drejtë? Hedie, ti po i bën të gjitha këto për shkak të zemrimit që ke ndaj meje. Kush je ti? Ë? Kush je ti, Tarëk? Pse çdo gjë e lidh me veten? Do t'ua shkatrosh jetën fëmijëve, Hedie. Si Aslës, ashtu edhe Ozanit. Edhe ai djalë, pra, do t'jetojë gjithë jetën me gjithë këto vuajtje. Ndonë se është i papajshëm. Mos më mbro kurrë atë rrugaqin Ozanin. Mos gabo ta mbrosh. Ai është një djalë i llastuar, që kur kemi ardhur këtu s'ka mbetur hall para gjetur për fajin ti. Aslı, gati e ke valixhen? Unë mbyta këtu brenda, nën. Do të dal vetëm 2 minuta në abort të marr pak ajër. Jo, Aslı, shko dhe mblidh valixhen. Por... Aslı, brenda! Mos e harro këtë. Kur bëhet fjalë për vajzën time, fjalën e fundit e them unë. Kaq. Ozan, mos guxo të vish. Nuk është momenti tani. Nëna është shumë e zemruar. Çfarë? Je tek dera? Zhduku prej këtu. Zënja Hedie, i lutem më dëgjoni. Unë kam prova. Jam i pafajshëm. Doja t'ua tregoja. Jo, ti duhet të largohesh. Zhduku për ndryshe të thras policin. Jo, nuk do të largohem. Ozan? Xhaxhi Tarik, nuk jam unë ai që ngarkoj video. Unë kam prova. Ju lutem më lejoni t'ua tregoj. Zonja Hedie, lërëni djalin që të mbrohet. Nëse e fajsoni padrejtësisht, do t'jetë një mëkat i madh. Zonja Hedie, në jetë edhe një vrasësi, i jepet e drejta të mbrohet. Nuk do të vini këtu për punët e bordit drejtues, pa të mos ishte domosdoshme apo jo. Çfarë ka ndodhur zonja Derja? Kemi bërë ndonjë gabim? Pikrisht, ky është problemi. Vetëm sot më ka dalë përpara kjo video të paktën 10 herë. Gati sa nuk ka dalë edhe në lajme. Po. Her pas here ndodhin incidente të tilla të kota në shkollë. Si të rinj pra. Kjo është shumë më tepër se një incident një kot. Emri i shkollës po qarkullon në internet bashkë me atë video të turpshme. Kjo dëmton reputacionin ton. Shikoni, unë nuk kuptoj shumë gjëra nga punët e shkollës, por e di si drejtohet një kompani. Një kompani që humbe reputacionin, humbet edhe para. A jam e qartë? Mirë, çfarë doni të bëj zonja Derja? Gjetësitë e kësaj marrëzie duhet të dalin para komisionit disiplinor, duhet të marrin dënimin që meritojnë. Por fakti që djali në video është djali juaj e ndryshon situatën. Antarët e komisionit duhet të dinë mendimin tuaj. Mbledhja e komisionit disiplinor varet nga ju. Zonja Derja, po të doja të favorizoja djalin tim përballë një shkelje, je? Nuk do të kisha zgjedhur të isha drejtues apo jo? Nëse doni ta çoni çështjen në komisionin disiplinor, mund ta bëni. Ky është vendimi im. Ti si e gjete këtë vend? Njëherë kur po flisnim në telefon, përmende vendlinjën tënde. Më mbeti në mendje. Desha ta provoja fatin. Mirë që e provove. Këtu madje më ndalohet edhe të flas në telefon. Papa ju zemrua shumë kur na pa të përqafuar. Në fakt ka të drejtë zemrohat. Kishte edhe diçka tjetër. Pra nuk ishte vetëm ajo arsye. Ata mendojnë që ti e ke rahur vëlla Korajin. Si ashtu?
S'lidhje ka kjo? Pra, nuk e di, edhe mua më duke i absurde, por nuk mund ta tua shpjegoj. Baba im është shumë i zëmruar. Do me thënë e kemi punën keq. Tani, çfarë do të bëhet? Nuk e di. Duket se do qëndroj këtu edhe për ca kohë. Atëherë, edhe unë do qëndroj për ca kohë, derisa ta kthehesh në shtëpi. Pastaj, do të ma tregosh fshatin. Sigurisht, me shumë qejf. Hajde ja. Jas. Ashtu, vërtet erdhe sepse u bëra merak për mua? Po, kur nuk mund të flisja me ty u shqetësova shumë. Hipën autobus erdha. Sa mirë që erdhe. Ej, Lul, dole vetëm për të shkuar në dyqan dhe ende nuk je kthyer. Shpresoj të mos jesh futur në ndonjë telash përsëri. Videoja u ngarkua, ndërkohë që unë kam qenë në mësim nga një kompjuter në laboratorin e shkollës. Kjo do thosë se dikush hyri në llogarinë time dhe ngarkoi. Madje kam edhe një dëshmitare. Aslı, ku ishim nga ora 10 deri në 10:30? Në orën e zonjës Shermin. Në të drejtën civile. Atëherë po ju pyes. Si mund ta kem ngarkuar videon nga një kompjuter në një ndërtesë tjetër, ndërkohë që unë kam qenë në mësim? Tani më beson që jam i pafajshëm? Po. Të kërkoj shumë falje. Çfarë pastaj a u zhduk videoja? Kur të hapin njerëzit nuk do ta shohin më, çfarë ndryshoi? Edhe atë do ta zgjidh. Do ta kërkoj me vendim gjykate që video të hiqet. Keni për ta parë do t'je sikur kjo ngjarje të mos ketë ndodhur kur. Do ta gjej atë që e bëri dhe ka për të përgjigjur për këtë. Atëherë, s'ka kuptim të mblidhni valixhet dhe të ktheheni në Izmit. Zonja Hetia. Te Zenuran? Koraj, Çfarë ka ndodhur? nuk po i gjej dot e Lulin. E çova në dyqan dhe ende nuk është kthyer. O zot, o zot. Aman, pyeta edhe në dyqan as nuk ishte shkuar andej. Çfarë ka ndodhur kësaj vajze? Hajde, mos u shqetëso. Hajde ta kërkojmë bashkë. Le të shohim nga kjo anë. E sheh atë pemën atje? Thonë se të dashuruarit takohen gjithmonë poshtë saj. Edhe nëna dhe baba im janë takuar aty kur u fejuan. Edhe Lekundzja qëndron ende atje. Eja pra? Më shty pak mua? Po të shty, por duket pak e vjetër. Ashtu, je e sigurt? Jo pra, s'ka për të ndodhur gjë. A je mirë? A urave gjë? Mirë jam. Eylül! Eylül! Ashtu. Do të qëndrojmë këtu vetëm me një kusht. Më falni. Alo? Nuk do t'i afrohesh më Aslës. Mirë, ndoshta nuk ishe ti ai që e ngarkove videon, por i hape shumë të lash vajzës time. Sa herë që je pranë saj, unë nuk ndihem as pak e qetë. Në rregull.
Nëse ju kishni dorë nga ideja për të kthyer në Izmir, unë nuk do të dal më asnjëherë përpara. Për mua më e rëndësishme është që Aslı të vazhdoj shkollën. Nëse ju më thoni të qëndroj larg, do qëndroj. Nuk të besoj fare ty. Po sikur të përpiqeni të takojeni fshehur azi. Në shpirt. Të lutem më lejo ta vazhdoj shkollën unë. Shiko të premtoj ty. Do të merrem vetëm me mësimet e mia. Të lutem. Në rregull atëherë. Profesor? Çfarë ndodhi? Për ju të dy do të mblidhet komision disiplinor. Ka mundësi që të përjashtoheni nga shkolla.